Për 10 vite numri i nxënësve në Selc të Tetovës ka rënë për më shumë se 200, ndërsa në shkollat periferike në Llaz dhe Vic numri është përgjysmuar. Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 1954 dhe nuk i plotson as kushtet elementare. Është e dhimbshme të thuhet, por nga 580 nxënës që kemi pas në vitet 2006-2014 kemi rënë 367 nxënës. Në këtë shkollë janë mizeri, do me thënë nuk kemi kushte elementare, do me thënë shkolla është ndërtuar në vitin 1954 me gur dhe lloç. Janë bërë riparime të herë pas hershme, por aq mund të qëndrojë një objekt. Afatin e ka të skaduar. Prej 2023-s ka nisur të ndërtohet objekti i ri shkollor, por ende nuk ka përfunduar. Neve na gëzon fakti se në bazë të dhënave që bisedave që bëjmë me njerëzit që kanë pas edhe qasje, e kanë vizituar objektin, është bërë një punë shumë kualitative dhe flitet se së shpejti, por afat caktuar nuk kemi. Ne presim me padurim që kyçemi në atë objekt të ri dhe të nxënësit t'i gëzohen një infrastrukture që do t'i plotësojë të gjitha standardet. Pyetëm edhe kryetarin e komunës së Tetovës, Bilal Kasamin. Ai akuzat për mos përfundimin e objektit i drejtoi te pushteti i kaluar BDI. Tash po punohet në objektin e ri, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit punohet intensivisht që ky objekt të përfundohet në kohë, edhe pse domethënë ka disa probleme administrative, domethënë me gjatë procesit të tenderimit, furnizimit dhe kështu me radhë, po unë besoj që shpejt ato do të kalon edhe ajo shkollë do të përfundohet dhe do të jetë ndër projektet e radhës të cilat do ta promovojnë. Kur e pyetëm ministren e Arsimit për shkollën gjatë vizitës së saj në Tetov, Vesna Janevska asçëja kishte idenë për çështjen, por u tha se qeveria për një vit aq mund të bëj. Что во изминатиот период предходната влада не покажала малку повеќе разбирање за горечките проблеми. Постојано се вложува, како што сами гледате, од доаѓањето на новата влада наваму и новата локална самоуправа наваму, постојано се вложува во инфраструктурата, но јас исто така повторувам, оти е важно да се знае. За една година волку може да се направи, за 2 години уште толку и така натаму, и така натаму. Edhe në vitin 2000 në Selc pat filluar ndërtimi një objekti shkollor, por u ndërprej për shkak të rrëshqitjeve të dheut.